Epidemia e ndërtimeve masive prej betoni po zgjerohet edhe në zonat periferike që deri tani kishin mbetur të paprekura. KKTU ka nisur të jap miratime për kulla të larta edhe në Lundër, një zonë që më parë i kishte shpëtuar këtij lloji zhvillimi urban. Në mbledhjen e 23 tetorit të vitit kaluar, rendi i ditës i së cilës u publikua vetëm një ditë përpara, KKTU miratoi një leje ndërtimi për një kompleks banimi dhe shërbimesh në Myllë Bathore, pranë Tekut. Projekti parashikon ndërtesa deri në 15 kate dhe përfitues është kompania CCP Group. Kjo kompani është krijuar në nëntor 2023 dhe disponon vetëm 20.000 euro asete. Ajo zotërohet nga dy aksioner, Avenir Boshnjaku dhe Yll Kasula, secili me nga 50% të aksioneve. Rasti ngre pikpyetje pasi një kompani me kapacitete kaq të kufizuara financiare merr përsipër projekte që kërkojnë investime shumë milionshë. Sipas të dhënave të disponueshme, aksionerët nuk kanë aktivitete të tjera të rëndësishme biznesi. Yll Kasula figuron e lidhur me disa kompani, por ato rezultojnë pa aktivitet real. Për më tepër, ajo është përmendur publikisht në akuza politike për lidhjet mundshme me grupe kriminale, megjithse këto mbeten pretendime. Në tërësi, ky zhvillim shihet si një tjetër shenjë e përhapjes së pakontrolluar të ndërtimeve të larta, duke rrezikuar transformimin e mëtejshëm urban të zonave që deri dje konsideroheshin të mbrojtura.